S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Si jeni ju mirë? A jeni ndërtuar, a jeni lartësuar tani pas kësaj kohe e adhurimit? Është shumë e bukur të adhurojmë Zotin së bashku. Jemi në pjesën e dytë të serisë. Jam shumë i gëzuar që jeni bashk. Kush ishte hera e parë? Javën e kaluar? Disa. Oh, wow. Duhet të gjeni online, të dëgjoni pjesën e parë. Edhe ju që jeni duke ndjekur online, jam shumë i lumtur që jemi me ne sot. Unë do të referoj disa gjëra nga java e kaluar, kështu do të kapni idenë, por jemi në serin po shqetësohem për asgjë. Edhe ne të gjithë kemi këtë situatë në jetën tonë, ne të gjithë mund të kuptojmë që kjo është diçka me të cilin ne luftojmë. Edhe sot do flas për si të lutem kur jam i shqetësuar. Si të lutem kur jam i shqetësuar. Ndoshta jemi mësuar të reagojmë kur vinë sfidat, kur vinë shqetësimet, persekutimet, kur vinë kërcënimet ose zhgënjimet në jetë, kur jemi lënduar, ne reagojmë. Në vend që të veprojmë, ne reagojmë. Dëgjuam për historinë e Elias javën e kaluar. Edhe do të referoj këtë histori gjatë kohës sot, por zakonisht betejë që ne kemi është diçka, një betejë e brendshme, diçka e pa dukshme për të tjerët. E ke parasysh që mund të dukesh shumë mirë nga jashtë. Jam mirë, buzë qeshje, gjëra janë okej, por nga brenda, realiteti brendshëm, mendja ime shkon me 100. Ndihem shumë i dobët. Emocionet janë lartë, e poshtë, e lartë, edhe poshtë. Ndoshta vetëm unë e kuptoj këtë gjë. Kam një javë kur gjumi është cop për shkak të situatës time. Edhe si Elia mund të reagojmë në mënyrë më të ndryshme, por si ai mund të largohemi me vrap, mund të lodhemi jashtë maset për shkak të këtij problemi. Mund të shkëputemi nga të tjerët, edhe në vend që të gjejmë ndihmë edhe mbështetje dhe inkurajim nga të tjerët, rrim vetëm. Ne bëhemi shpeshherë pesimist. Në vend që të besojmë premtimet e Perëndis, në vend që të gjejmë shpresë në një fjalë që kemi nga një shok, ne bëhemi pesimist. Edhe bile mund të harrojmë Zotin fare. Ndonjëherë kur kemi më shumë probleme, kjo është koha që nuk vim në kish, nuk shkojmë në grup, nuk lutemi fare. Këto janë reagimet të natyrshme për ne. Nuk e di nëse ti identifikon me këtë që shpjegova, unë e kam përjetuar shpesh. Por nga java e kaluar, një nga mësimet më të kryesore që unë mora së paku, ndoshta ti e more, ishte që Perëndia është afër. Ne mund të largohemi, mund të vrapojmë, mund të bëmi të çmendur për gjëra që na rrethojnë, por Perëndia është afër. Ai është me ne. Ai do që të na ndihmojë, ai do që ne të shikojmë tek ai. Ai është afër, kështu ka shpresë. Këto sfidat, këto shqetësimet, ankthi është gjë e garantuar në jetë. Nuk është diçka që mund të shmangim. Ne mund të rrim atje, mund të themi, nuk është e drejtë, pse duhet të kaloj unë këtë gjë. Duhet të përballemi me ankth. Edhe kjo na ndikon nga ana fizike, nga ana emocionale, nga ana frymërore, këtë ankth nga situata nga më të ndryshme, të vështira. Por çështja është, çfarë do të bësh kur të vinë stuhit të jetës? Çfarë do të bësh ti? Si reagon? A reagon ti apo a merr një vendim? A vepron? A reagon si Elia apo a ka një rrugë tjetër për ne?
Dikush ka thënë, është një thënie që kam parë, e kam dëgjuar disa herë, edhe është një thënie bukur. Shqetësimi është si një karige lëkundse. Ti të jep diçka për të bërë, por nuk të çon askund. Ta them edhe një herë, shqetësimi është si një karige lëkundse. Ti jep diçka për të bërë, por nuk të çon askund, nuk zgjidh fare problemin, nuk zgjidh asnjë gjë. Shqetësimi. Edhe vargjet kryesore në këtë seri, çdo javë do të lexojmë nga këto vargjet, vijnë nga Filipianëve 4:4-7, ku thot: gëzohuni gjithnjë në Zotin, po ju a them përsëri, gëzohuni. Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit. Zoti është afër. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë të lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Dhe paqja e Perëndis, që atë kalon çdo zgjuarsie, do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Vargje të bukura apo jo? Por ne kemi nevojë për këtë në momentin e vështirë. Se ndonjëherë harrojmë, ndonjëherë largohemi me vrap, shkëputemi nga të tjerët, edhe harrojmë Zotin fare. Por mos harroni, Pali që shkruaj këto vargjet, ai kishte shkruar kishës në Filipianëve kur ishte në burg. Pali nuk ishte në një situatë të mirë, në fakt ai ishte në një situatë shumë të vështirë. Por nuk shkruaj për të ankuar. Në letrën drejtuar Filipianëve nuk dëgjojmë ankesat e tij. Ushqimi këtu në burg është shumë shpifur fare. Qelia pikon është me erë myku, edhe ai shoku i dhomës, jo, ai tha, jo, banjet këtu, haroje. Ose regjimi shumë i pa drejt. Nuk ishte qëllimi i Palit kur shkruaj letrën drejtuar Filipianëve. Ai kishte të drejt në fakt për të ankuar, kishte të drejt për të qenë i shqetësuar, edhe i mërzitur, edhe për të ndjerë keq për veten. Unë nuk kam qenë në burg, por burgjet në atë kohë ishin shumë të keqe. Kishte shumë të drejt, por ai vendosi, ai nguli syt tek Jezusi dhe nuk e ndaloi shërbesën e tij për asnjë sekond. Edhe nga qelia e burgut, ai inkurajonte Filipianët edhe shumë të tjerë. Ai mendoi për të tjerët, ai mendoi për Perëndin. Edhe çfarë tha ai? Ai tha gëzohuni. Interesante, se ai ishte në burg. Gëzohuni, tha. Zoti është afër, mos u shqetësoni në çdo gjë, në çdo situatë, edhe në burg. Lutuni Zotit. Unë lexova një varg javës së kaluar, isha MC, edhe do të lexoj edhe një herë, është nga Isaia 12:2. Është një nga vargjet e preferuar të mia nga Bibla, thot: ja, Perëndia është shpëtimi im. Unë do të kem besim dhe nuk do të kem frikë. Unë do të kem besim dhe nuk do të kem frikë. Sepse Zoti është forca ime dhe kantiku im dhe ka qenë shpëtimi im. Ai është diçka për ne. Kur kemi besim tek ai, largohet frika, largohet shqetësimi, largohet mërzitja. Dhe në momente të mira dhe të gëzueshme, fol me Perëndin. Drejto syt tek ai. Në momente të vështira, kur jam me stres, kur jam me ankth, kur duket se do fundosem, ky është sinjali, është një si dritë e kuqe. Fol me Perëndin. Lutu Zotit. A keni parë ndonjëherë këtë shenjë? Është një slide këtu. E keni parë këtë? E dini çfarë është? Çfarë do thotë kjo? Jo mbaron karburanti, por
kontrolloje motorin, ka një defekt, ka një problem me motor. Është një dritë që del, në fakt, më ka ndodhur para 2 javësh. Ishim duke ardhur nga Kosova, kishim qenë në Bajramçuri për një seminar me çifte. Edhe diku aty tek në Reshen, afër Reshenit, pavajtur në Reshen, del drita edhe motori humbet fuqinë. Mos, tash. Mos. Zot, pse? Kjo ishte shenje, ka një problem. Ka një problem, edhe kisha angst pa tjetër. Qa do bëj tani? Gjeta një vend, një karburant, vend atje, dhe folëm me njeri, edhe erdhi një mekanik, për tha, ke një problem, ja, shiko drita. Nuk mund të rregullojmë këtu. Plus edhe në këtë zonë nuk ka njerëz specializuar për atë. Kështu duhet të kthesh në Tiranë edhe thash, Zot, të lutem më ndihmo. Por drita, kjo dritë nuk ishte problemi. Drita ishte sinjali. Ishte sinjali që diçka nuk është mirë. Është një problem, por nuk ishte drita problemi. Drita thot, çoje tek prodhuesi, çoje tek mekaniku, çoje tek ai që di ta rregullojë. Edhe kështu është ankthi për ne. Kur kemi shqetësime, kur kemi ankth të si kjo shenjë këtu, një dritë e kuqe ose një dritë e verdhë si këtu. Shko tek Ati, shko tek Perëndia, fol me atë. Ai e di, ai të ka krijuar. Ai di si ta rregulloj. Është koha për të lutur. Është koha për të lutur. Është një thënie tjetër që thotë, nëse është mjaft e madh për të shqetësuar, atëherë është mjaft e madh për të lutur. Nëse ti ke një shqetësim, ke një merak për diçka, nëse ti ke ankth për diçka, fol me Zotin për atë. Lutje Zotit. Është mjaft e madh për të lutur. Edhe dua të tregoj një histori nga jeta ime, nga familja ime. Para 10 vjetësh, ne zbuluam që vajza jon Lidia kishte një problem. Kishte një deformim në shtyllën kurrizore. Nuk e di nëse del këtu, nuk e di nëse shikoni, por kjo ishte kurrizi i Lidias. Dhe vend që të ishte drejt, ishte kështu, si rruga për në Kukës. Si atë rrugë kur kisha dritën e kuqe atje. Neve ishim të habitur. Si është e mundur? Kjo është vajzë e shëndetshme, ne jemi të shëndetshëm. Si ka ndodhur, Zot? Pse ne? Ishim shumë të shqetësuar. Edhe ne nuk e dinim çfarë do bëjmë. Ne kuptuam që këtu nuk ishte specialist për të na ndihmuar. Dikush sa mund të marrësh një lek për të drejtuar gjërat, ajo mund të mbajë për disa vjet, edhe kjo mund të ndihmoj, por ne vajtëm në Amerikë, ishim atje për të vizituar familjen time, edhe isha shumë i shqetësuar, por nuk e tregoja shumë, por isha duke e folur me disa njerëz, disa gratë në fakt, disa gratë të vjetër në kish, edhe një grua thoshte, shiko, djali im është specialist për këtë. A do që të flasur me atë? Ne patjetër kishim kaluar mjaft kohë në lutje, Zot, ki mëshirë me ne, ne nuk dim çfarë të bëjmë, kjo është vajza jonë. Çfarë të bëjmë, Zot? Ne nuk kemi një përgjigje, nuk kemi forcë. Kjo tha, të flas me djalin tim, patjetër. Ajo foli, ai tha, më dërgoj ato grafin që keni bërë. Sa ishte jo në atë qytet, ishte në një qytet tjetër. Ma dërgoj, ja dërgova me DHL, me postën e shpejt, të shkoj sa më shpejt atje. Ai më mori në telefon, tha, shiko, unë jam me pushime tani, por unë kam marrë, edhe pse jam me pushime, unë dua që të dish që vajza jote ka nevojë për një operacion. Dhe ne nuk kishim ide fare, unë mendova për atë jelek. A duhet jelek apo jo? Ai tha, operacion.
nëse mendon që kishim ankth dhe shqetësime përpara, unë ishte si një dallë frike që më goditi mua. Tash, po çfarë do bëjmë? Ai tha, shiko Nedi, ky operacion nuk është operacion i thjesht. Nga 1 deri në 10 unë e quaj 10. Nuk mund të gjesh çdo lloj doktor për të bërë këtë. Janë shumë pak njerëz që mund të bëjnë këtë lloj operacion. Në Amerikë mund të jenë ndoshta 50 mjek, në Evropë më pak, shumë më pak. Edhe ne them, Zot, çfarë do bëjmë? Unë pash në internet sa kushton këtë lloj operacion në Amerikë, në Chicago, se unë jam nga Chicago. Edhe atje thoshte nga $130,000 deri në $170,000. Do të thënë 130 milion deri në 170 milion lekë të vjetra. Zot, çfarë do bëjmë? Ankth, mërzitje, për vajzën, për ne, për gjithë familjen. Pse ne, Zot, pse ne? Ishte reagimi parë, reagim normale. Çfarë do bëjmë? Por ja tham Zotit, Zot, ne jemi në duart të tua. S'kemi çfarë të bëjmë. Na drejto, siguro për ne. Të bëj një histori shumë të gjatë, të shkurtër. Zoti na lidhi me një doktor tjetër, me një spital tjetër, edhe në një kohë shumë të shkurtër, rekord, ata thanë, Lidia mund të vi tek ne, mund të bëjë operacionin, edhe është falas për juve. 150 milion lek falas, më thënë një operacion kaq të komplikuar, kaq të delikate, kaq të kushtueshme, Zot, ti je i madh. Më thënë, çfarë të them, Zoti është i madh. Zoti është i madh, edhe nga kjo situatë, mund të kaloni mund të shikoni, nuk ishte gjë e vogël. Gjithë kurizin, me hekurat, por ajo është shumë mirë, lavdi Zotit. Ne mund të besojmë Zotit për çdo gjë, për gjërat më të shtrenjta, më të shtrenjta të zemrës, më them, por edhe nevojat që janë jashtë kompetencës tonë. Kur jeta shkon, nuk shkon si që kemi planifikuar. Kjo ishte një moment që ne kishim planet tona, edhe papritur planet tona ishin të prishura. Kur jeta shkon me gjëra jo të planifikuar, çfarë do të bëjmë? Do ankohemi, do mërzitemi, do qajmë, do të vrapojmë. Në fakt, kur unë heq syt nga problemi, nga vetja ime, shkretim, ndjem shumë keq, kur I heq syt nga ato, dhe vendos syt edhe vëmendjen time tek Perëndia, automatikisht problemi I madh bëhet më I vogël. Është shumë e vërtet. S'kam më syt tek problemi, s'kam më syt tek vetja ime, kam syt lart tek Zoti. Edhe zvogëlohen problemet. Stresi ulet. Shqetësimet lëshojnë kontrollin në jetën time. Ndonjëherë duket sikur unë nuk kam më kontroll. Çfarë do bëj? S'kam çfarë të bëj, unë duhet të bëj këtë. Jo, unë kam syt tek Zoti. Unë I jap Perëndis mundësi të veproj në jetën time dhe në situatën time. Ai mund të bëj shumë mrekulli. Ai është shumë I mirë, ai na do neve. Kam një pyetje tjetër. Kush ka mësuar një gjuhë të huaj këtu? Keni mësuar një gjuhë të huaj? Mendoj më shumë, se vetëm një e katërt, më shumë nga juve keni mësuar, besoj se shqiptarët janë mjeshtër për gjuhë të huaj. Por për të mësuar një gjuhë të huaj, duhet të praktikosh, apo jo, duhet kohë, duhet përkushtim. Nëse do të flasësh rrjedhshëm një gjuhë tjetër, nuk mund të bësh duke mësuar 1 orë në javë. Kjo kërkon punë, kërkon përkushtim. Dhe të arrish një nivel shumë të lartë, duhet të fillosh me gjëra elementare, apo jo. Nuk filloj me fjalit plot, filloj me një fjalë, me një ide.
gjëra të tilla. Unë kam kaluar këtu, kur erdha në Shqipëri. Mirëmëngjesi, mësojmë. Apo jo? Si je ti? Ku është banja? Shumë e rëndësishme. Mirupafshim. Janë gjëra baze, gjëra të thjeshta. Pastaj ndërtojmë mbi këto për të mësuar diçka. Mund të thuash, po unë nuk di të lutem. Ne di ti je misionar, ti je martuar me Juridën, Jurida është ninja lutje. Jurida është personi që kërkojnë që të ri këtu te këndi lutjes. Por unë nuk mund të ri atje, unë nuk di të lutem. Por shiko, si me një gjuhë, ne duhet të fillojmë me gjëra të thjeshta. Fillimi është vështirë. Mund të duket shumë e vështirë. Është i sikletshëm. Ndjem se i fëmijë. Kur unë mësova shqip, ndjeva si fëmijë. Unë nuk di të them shumë gjëra. O mami, kaq, ndim, ku po shkon? Pse? Po, jo, faleminderit, kaq. Ndjem shumë si një budalla. Mund të ndjem kështu, edhe me lutjen. Por, ndoshta kjo nuk është dhe aq keq në fillim. Çdo gjë që është me vlerë, edhe që mësojmë, duhet të fillojmë diku. Edhe me lutjen. Ne kemi mësuar që të përulemi, të jemi të përullur, është gjë pozitive në fakt në jetën e krishterë. Tek 1 Pjetri 5, vargjet 6 dhe 7 thot, përulluni pra në dorën e fuqishme të Perëndis, që ai t'ju lartësoj në kohën e duhur, dhe gjithë merakun tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju. Përulluni. Kur ne mësojmë të lutemi, jemi në atë pozitë, si një fëmijë. Unë nuk di të lutem. Zot, më ndihmo. Unë nuk lutem bukur. Unë nuk kam fjalë për të lutur. S'ka problem. Këtu thot, përulluni përpara Zotin. Përulluni. Por jo që ai të shtyp. Nuk e di nëse kemi atë apo. Ai nuk thot, përulluni që unë të bëj kështu. Ja, milingon. Ndonjëherë ndjem si një milingon, por nuk është kështu Zoti. Ai thot, përulluni që ai t'ju lartësoj në kohën e duhur. Ai është një Ati mirë. Ai na do neve, ai dëshiron të na ngrej lart, por të përullemi është hapi i parë. Të vim përpara Zotit them, unë nuk kam gjë për të ofruar Zot. Unë nuk kam fjalë për të thënë, për të shprehur atë që kam në zemër. Por ti më nje mua, ti je Ati im më i mirë, ti e di. Kështu unë po vi tek ti. Si një fëmijë. Si një fëmijë. Është e sikletshme, por ja vlen. Perëndia është i fuqishëm dhe ai na fton të bashkohemi me të. Si Pjetri që shkruaj këto vargjet. Pjetri që ai që doli nga varku, mbani mend kur Jezus i tha, hajde, Jezus i ishte duke ecur në ujë. Pjetri doli, pastaj gjithë problemet e rreth tij, shqetësimet, dallgjet, ai tha, ua, po fundosem, ndihmo Zot, ndihmë. Edhe ai drejtoi syt prap tek Jezusi, edhe e kapi tek dora. Bëhemi si Pjetri në atë moment. Zot më shpëton. Përulem përpara teje. Ne lexuam tek vargjet kryesore, ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis. Domethënë, bëjeni të njohur nevojat tuaja. Ndonjëherë mund të them për Zoti është shumë i zënë, nuk ka kohë për mua, këto janë gjëra të vogla. Pse ta bezdis Zotin? Por thot tek fjala e Perëndis, bëjeni të njohur nevojat tuaja. Vetëm thuaj Zotit. Thuaj Zotit, kam nevojë për këtë. Ky është shqetësimi im. Të lutem o Zot, nuk kam urtësi, nuk kam atë që kam nevojë. Nuk kam forcë. Është kaq e thjeshtë. Bëjeni të njohur nevojat tuaja. Ashtu siç je. S'ke nevojë për fjalë të bukura,
S'ke nevojë të dalësh sikur ti je I fort. Bëje në stilin tënd, me fjalët e tua, nga zemra jote, me gjithë emocionet që ti ke. Bëjini të ditur nevojat tuaja Perëndis. Si që thash, ankthi është një sinjal për ne të shkojmë tek Perëndia, të shkojmë tek ai në lutje, ai që mund të të ndihmojë. Do të daj disa gjëra praktike në lidhje me këtë. Nëse ti je në fillime duke mësuar si të lutesh, por edhe nëse ti ke një përvojë shumë të gjatë, edhe kjo është e natyrshme për ty. Unë shpesh herë gjej veten duke lutur lutjet bazë, e kam quajtur. Ky është sekreti im I lutjes. S'kam nevojë të jem në një vend të veçantë, s'kam nevojë të jem veshur në një mënyrë të veçantë, s'kam nevojë të përdor një fjalor të bukur, por unë përdor lutjet bazë. Janë lutjet që bëj shpesh në çdo lloj situatë, në kohë të mirë dhe në kohë të vështira. Janë si përshpëritjet e zemrës time. Edhe janë gjëra si kjo. Besoj se mund ndoshta të mësoni këto gjithashtu. Shpesh unë them Zotit, ndihmë, kaq kam në zemër, unë nuk kam fjalë shumë, më ndihmo Zot. Lutja është shkurtër, por çfarë kam bërë? Unë kam hequr syt nga problemi ose nga vetja ime, edhe kam drejtuar syt lart. Zot, ndihmë. Kaq është shkurtër. Jo me fjalë të bukura dhe diçka të gjatë. Ose një tjetër lutje. Zot, kam nevojë për ty. Sot, tani, kam nevojë për ty. Kaq, është një lutje nga zemra ime. Një tjetër lutje, bazë. Zot, kam besim tek ti. E di që rrethanet janë kështu, por unë kam besim tek ti. Unë vendos besimin tim tek ti. Një tjetër lutje. Zot, më jep urtësi. Unë nuk di çfarë të bëj. Më jep urtësi. Janë lutje të shkurtra, por nga zemra. Zot, më jep forcë. Zot, më ndihmo të tregoj dashuri. Sidomos në ato momente që dua të reagoj, dua të bëj diçka të marr hak, që personi nuk meriton dashuri. Zot, më ndihmo të tregoj dashuri. Zot, ti je gjithçka që kam nevojë. Unë pohoj këtë gjë. Unë nuk kam përgjigjen, unë nuk di çfarë të bëj, por ti je gjithçka që kam nevojë. Një tjetër lutje. Zot, Jezus, unë të dua shumë. Një tjetër, ti je I denjë, o Zot, ti je I denjë për lavdin time, për jetën time. Ose ti je më I madh se këtë problem. E di që problemi për mua duket shumë I madh, por ti je më I madh. Edhe mund të vazhdosh, ti je, Zot. Lutjet bazë, lutjet të vogla, të shkurtra, të zemrës, është si, nuk flas për një lutje magjike, nuk flas për diçka, një formulë, bëj 1, 2, 3, thuaj këtë, edhe do të marrësh përgjigjen. Nuk flas për një rit fetar, flas për diçka, një përshpëritje e zemrës, që ne mund të bëjmë çdo ditë, në çdo moment, në çdo vend, si Pietri, që thret edhe zgjat dorën Jezusit. Zoti është afër, kemi mësuar. Zoti është afër. Ne mund të flasim me atë, mund të therasim atij. Në vend që të dëshpërohem, në vend të çmendim nga stresin, në vend që të inatosem, ose të shikoj brenda dhe të them, ku do gjej përgjigjen këtu, edhe të filloj të flas me veten si një I çmendur. Në vend të bëj këto gjëra, trajnohem të shikoj lart, trajnohem të dorëzohem, edhe të flas me kryesin tim, me Jezusin. Dua të ftoj Arbionën tani, një life story, se si ne mund, do të tregoj vetë nga jeta e saj.
Ç'kemi? Përshëndetje prap. Është shumë ndryshe kur delve flet këtu. Unë jam studente e vitit të dytë bachelor, studioj për informatikë te Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Edhe sa herë që ja u them njerëzve këtë, marr një reagim, po, sa të vështira i keni provimet, sa të vështirë i keni ata pedagogët, edhe kjo është ajo fjalia që luaj në kokën time vjet kur isha në vit të parë, në çdo sezon. Edhe në momentin që isha me sezon, mbyllja sytë edhe i lutesha Perëndis, Zot lutem që të dalë mirë në provime. Edhe kjo është gjithçka që mora vjet nga provimet. Dola thjesht mirë, nuk dola as shumë mirë, nuk dola as shumë keq. Ama ishte fiks përgjigjja e lutjes që kisha bërë. Kurse këtë vit, që jam në vit të dytë, thash nuk do fokusohem tek vështirësia e provimeve dhe tek vështirësia e lëndëve, po do e kaloj fokusin tek Perëndia, sepse unë kam parë se sa besnik është ai. Edhe ju luta Perëndis, Zot dua që të dalë shumë mirë. Edhe ndërkohë që lutesha më vinte për të qeshur se kisha laptopin aty para dhe gjitha të ngarkesën që duhet mësoja, po nga ana tjetër kisha një paqe të papar. Edhe sa herë hyja në provime, hyja me një vetbesim, a thua se isha pedagogu i lëndës edhe jo thjesht një studente. Edhe Perëndia sërish më tregoi se sa besnik është ai, sepse realisht që kam dalë shumë mirë këto provime. Faleminderit. Shumë faleminderit, shumë real. Ne kemi të gjithë situata të tilla, ku do drejtojmë syt. Të drejtojmë te Perëndia, të dorëzohemi atij. Të flasim me Kryuesin, me Jezusin. Puna është dua që të kultivojmë një stil jete në këtë gjë. Jo të fillojmë të mendoj, por nuk e di këtë gjuhë. Edhe unë ndiem si budalla. Edhe unë di shumë pak fjalë. Por le të jetë një stil jete, çdo ditë, çdo moment të mësosh një gjuhë të re, gjuhën e lutjes. Ne jemi krijuar për marrëdhënie me Perëndin. Edhe është ai që tha, hidhni gjithë merakun mbi mua. Hidhni gjithë merakun mbi mua. Është një ftesë. Nuk e mërzisim Zotin, nuk e bezdisim atë, nëse themi Zot, kam këtë merak, kam këtë ankth, kam këtë nevojë. Të lutem Zot, më ndihmo. Ai na fton neve të bëjmë këtë gjë. Kështu, cili është meraku yt, është pyetja ime për ty. Mund të jetë provimet, mund të jenë shumë gjëra. Çfarë janë ato gjëra cilët janë ato gjëra që vjedhin gëzimin e jetës? Vjedhin edhe gjumin e natës. I specifik. Fol me Zotin për këto gjëra. Bëje të njohur nevojën e Perëndis. Jo vetëm Zot më beko dhe më ndihmo. Po, mund të themi këtë, por kam këtë nevojë specifike. Çfarë të rëndon? E ardhmja jote? Puna jote, financat, a është martesa jote që të rëndon? Apo, a do martohem një ditë? Do shta? A janë fëmijët, apo shëndeti, prindit të moshuar? Janë shumë gjëra që mund të na rëndojnë. Unë mund të themi, nuk do t'ja dalë në kjo situatë. Por ankthi është një sinjal, që është koha për të lutur. Një nga pyetjet më të mëdha të jetës që kam dëgjuar dhe kam përjetuar vetë, diçka që krijon më shumë ankth, sidomos për besimtarët e krishterë, është cili është vullneti i Zotit për jetën time. Ndoshta ti ke ankth për këtë gjë, ti ke stres. Çfarë është vullneti i ti për mua? Çfarë është vullneti i Zotit? Po unë kam një lajm të mirë. Unë e di vullnetin e ti për ty. Edhe është shumë e thjeshtë. Mund të lexojmë tek 1 Salonikasve 5:16 deri në 18 thotë atje: gëzohuni gjithmonë, lutuni pa pushim, falenderoni për çdo gjë. Sepse ky është vullneti i Perëndis për ju përmes Jezu Krishtit. Ja, tu e ke
Vullneti I Zotit për jetën time. Gëzohem gjithmonë të ludhem pa pushime, të falenderoj për çdo gjë. Zoti do që të ludhemi gjithmonë. Është vullneti I Tij. Edhe në momentet e vështira, edhe në momentet më të mira, si një frymarrje, çdo ditë, çdo mëngjes, gjatë gjithë ditës. Unë jam duke ludhur Zotit, duke folur me atë, duke bashkëbiseduar me atë, duke treguar për çdo nevojë që kam. A do që të përmbushësh vullnetin I Tij në jetën tënde? Atëherë lutu. Sill gjithçka që Perëndia, sepse ai thot atje, ai mirakoset për ty. Ai kujdeset për ty. Ai të do ty. Edhe premtimi kur ne luthemi është kjo. A jemi afër fundit tani. Tek Filipianët 4, përsëri tek vargjet kryesore të serisë. Thot atje dhe paqja e Perëndis që atë kalon çdo zgjuarësie do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaj në Krishtin Jezus. Paqja e Tij. Ai nuk premton se do të bëj gjithçka që ti kërkon, edhe në kohën që ti do, edhe në mënyrë që ti do. Por ai premton paqe. Paqe. Një paqe qiellore, jo një paqe nga bota, edhe nuk është një paqe që bota mund të heqë, mund të vjedhë nga neve, sepse vjen nga Perëndia. Paqja e Perëndis që te kalon çdo zgjuarësie. A doni këtë paqe? Besoj se po, ne të gjithë kemi nevojë për këtë paqe. Jeta ka vështirësitë, ka stuhit, ka shqetësime, por a do drejtohemi tek Perëndia? Kjo është pyetja jonë që kemi. Vargu I fundit për sot, te Gjoni 16:33. Atje thot, ju a thash këto gjëra që të keni paqe në mua. Ai dëshiron që ne të kemi paqe. Në botë do të keni shtrëngime, por keni guxim. Unë e kam mundur botën. Perëndia ynë, Jezusi, ka mundur botën. Ai thot, unë kam paqe për ty. Bota ka mjaft probleme. Nesër ka mjaft probleme. Mos u shqetësoni, thot, për nesër. Jetoni sot në paqen e Tij. Drejtoni sytë dhe zemrën tek ai. Ai ka gjithçka që ti ke nevojë. A mund të luthemi bashkë tani? Luthu me mua. Jesus. Zot, në këtë moment, ti e di çfarë rëndon gjithë secilin nga neve. Çfarë shqetësime ne kemi. Çfarë na krijon shumë probleme. Pse ne rim pa gjumë natën. Zot, ti je shumë I vetëdijshëm për këto gjëra. Por ne vendosim tani të heqim syt nga problemi, nga nevoja, nga vetja, edhe të vendosim vëmendjen tonë tek ti. Zot, ti na ke dhënë një sinjal, një dritë të kuqe, kur ne kemi ankth. Ne dim që ti je afër, ne dim që mund të drejtohemi edhe të flasim me ty. Të luthemi. Zot, ti je Perëndi, ti je I gjithë fuqishëm, ti je I mirë, ti je gjithçka që kemi nevojë. Unë përulem përpara teje. Dhe ashtu si që thot fjala jote, unë po hedh gjithë merakun tim mbi ty. Ndoshta unë ndihem pak si fajtor duke bërë këtë gjë, ose në siklet, por Zot, unë pranoj që ti më ke ftuar të bëj këtë gjë. Kështu unë e bëj me besim. Gjithë shqetësimet e mia, o Zot, shqetësimet lidhur me të ardhmen, me familjen, me shkollën, me finansat, çdo gjë, Zot, që është jashtë kontrollit tim, unë I vendos në duart e tua, unë dorëzohem
Në them, ti e di më mirë, ti e mjaft I madh, edhe unë besoj ty. E o Zot dhe më ndihmo. E o Zot dhe më jep urtësi, më jep forcë, më jep dashuri. Zot, lëviz në zemrën time, në zemrën time dhe në situatën time. Unë kam besim tek ti. Zot, Jezus, ti je më I madh se çdo problem që kam në jetë. Unë kam besim tek ti. Ti je gjithçka për mua. Dhe unë ti jap gjithë jetën time. Nëse ti nuk e dhënë jetën tënde Perëndis, Jezusit, unë të ftoj të bashkohem edhe me mua në këtë lutje, se ky është dorëzimi parë, dorëzim kryesor që mund të bëjmë Perëndis. Është të besojmë ati me gjithë jetën tonë. Kështu Zot, edhe gjithë ju që dëshironi të merrni këtë hap, mund të bashkoheni me mua në këtë lutje. Zot, unë besoj që ti je Perëndi. Jezus, ti je gjithçka për mua. Unë jam I lodhur duke vrapuar nga situatat të ndryshme, duke marrë kontroll, duke larguar nga situatat të vështira. Unë kam nevojë për ty sot. Eja në jetën time. Eja më shpëto mua. Eja dhe më ndrysho, që unë të kem një të ardhme ndryshe. Unë dua të jetoj me ty për gjithmonë, deri në përjetësi. Kështu Zot, gjithë merakun tim, gjithë shqetësimet e mia, gjithë ëndrat e mia, gjithë shka që kam, unë t'jap ty, dhe them, eja dhe më shpëto, eja dhe më mbush me një jetë tjetër, eja dhe më jep një drejtim tjetër në jetë. Me atë që kuptoj tani, unë t'jap gjithë jetën time ty, dhe them, Jezus më shpëto. Më falë për këtë kohë që kam ecur larg teje, kam ecur sipas mendimit tim. Unë dua të ecë tani në një rrugë tjetër. Dhe unë lutem në emrin tani Jezus me besim. Amen.